NATO duhet të përgatitet për luftë. Paralajmërimin e bën shefi i mbrojtjes së Gjermanisë, generali Kastenbrod, i cili në një rrëfim për BBC nuk e përjashton një sulm të mundshëm rus ndaj aleancës brenda 4 viteve. Sipas generalit, Rusia po prodhon qindra tanke në vit, shumë prej të cilave mund të përdoren për një sulm ndaj shteteve baltike anëtare të NATO-s deri në vitin 2029 ose edhe më herët. Generali tha se NATO po përballet me një kërcënim shumë serioz nga Rusia, një kërcënim që thotë se nuk e kishte parë kurrë më parë në 40 vitet e tij në shërbim. Pra, duhet të jemi gati deri në vitin 2029. Nëse më pyesni tani, a është kjo një garanci që nuk është më herët se viti 2029, do të thoj ajo, nuk është. Pra, duhet të jemi në gjendje të luftojmë që sot, tha ai. Generali gjithashtu këmbguli që NATO, organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, të mbetet e bashkuar kur bëhet fjala për luftën në Ukrainë. Po ashtu, ai bëri thirrje vendeve europiane të rrisin kapacitetet e tyre në mbrojtje. Sipas generalit gjerman, do të duhen vite që baza industriale ushtarake e Europës të rritet në mënyrë që të përputhet me shkallën e armatimeve që po prodhon Rusia. SBA-t gjithashtu kanë qenë duke zvogluar në vend që të rrisin angazhimet e tyre mbrojtëse ndaj Europës për të përshëndruar në Indo-paqësor, thot generali. Komentet e tij vijnë disa javë përpara një samiti të vendeve të NATO-s në Hag, ku pritet të diskutohet buxheti i mbrojtjes së NATO-s ndër tema të tjera.